Kryeministri Edi Rama në podcastin Flasim, këtë të diel foli për vendimet e bordit të transparencës. Rama u shpreh se bordi është vënë në lëvizje për të reflektuar impaktin e luftës mbi çmimet në tregun e naftës. Sipas kryeministrit, bordi nuk vendos çmimin e naftës arbitrarisht, por mbikëqyr. Këto shënime të javës nuk mund të nisnin ndryshe përveç se fillimisht duke u ndalur tek vendimet e bordit të transparencës, i cili është vënë në lëvizje për të reflektuar impaktin e luftës ndaj regjimit kriminal të Teheranit mbi çmimet në tregun e naftës, duke shmangur abuzimet me këtë impakt në dëm të konsumatorëve. Sipas dhënave të bursës mes dheut, në ditët e fundit pati një ulje të çmimeve në produktet kryesore të naftës dhe në përputhje me këtë zhvillim, Bordi i Transparencës reflektoi menjëherë edhe uljen e çmimit në vend, duke bërë atë që ka detyrë të bëjë, përcaktimin e çmimeve tavan dhe pamundësimin e abuzimit me situatën në dëm të konsumatorit. Bordi nuk vendos çmimin e naftës arbitrarisht, nuk ul çmimin e naftës duke vënë në rrezik vetë kapacitetet e furnizimit, por thjesht dhe vetëm mbikëqyr lëvizjen e çmimit dhe nuk ju lejon operatorëve që të luajnë pas kurizit të konsumatorëve. Rama u ndal edhe tek ekonomia e vendit, për të cilën tha se ka vijuar rritjen dhe ruan trendin pozitiv. Për ekonominë e cila vijon të rritet dhe ruan trendin e vet pozitiv, shifrat e publikuara të rritjes ekonomike për tremujorin e fundit të vitit 2025 japin një pasqyrë të qartë të ecurisë së qëndrueshme ekonomike të vendit dhe përcaktojnë qartësisht se edhe në tremujorin e katërt rritja shkoi në afro 4%. Një tregues që konfirmon vazhdimsinë e një ritmi të qëndrueshëm zhvillimi gjatë gjithë vitit të shkuar dhe viteve të mëparshme. Dhe ajo që ka rëndësi të theksohet është se ekonomia vazhdon të diversifikohet dhe çka është e rëndësishme në këtë pikë është se Shqipëria nuk është më një ofertë ekonomike për të gjithë ata që duan të krijojnë sipërmarrje, që duan të rrisin ekonominë e tyre, që duan të investojnë duke ardhur nga jashtë, thjesht dhe vetëm në një apo dy drejtime, po në thuajse çdo drejtim. Në mbyllje të shënimeve të javës, kryeministri Rama njoftoi se shumë shpejt do të nisë një cikël takimesh në të gjitha qarqet e vendit, ku do të flitet për punët e finalizuara në këtë mandat të 4 të Partisë Socialiste dhe sigurisht përgatitjes për zgjedhjet e ardhshme vendore.